Kampioni jon Burim Bua. Mirëmëngjes Bua, mirëmëngjes. Na ka ardhur me sebepe të mira Burimi. Ai, domethën kado që shkon kthehet me sebepe të mira. Vesh ka herë do që spithirrin, s'ma marr respektojnë, do a di që po janë pak si institucione. Institucione. Fati mirë është institucionet janë kalimtare, shkojnë e vinë. Po. A di si më thonë, që ka thonë ai njoni janë si leshi. Po me maqinë e gjun po. E Burimi nga rrugtim ka gjithë ato vite, a din, që ata ndrohen ti me. Janë me fushata. Ai ka dole. Kuptohet. Por mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Unë e di që ti je i hershëm qosh herët, s'ka nevojë as me thonë falem që të çum herët. Ja, çom herë. Burima e në formë po dukesh shumë. Mirë herë, po mirë. Mas pak ti po mirë me veten për shkak që të ndajt gati. Po 2. Ai kryve 2 deri tash. Po jo, mirë, form, po. Bravo. Jo, njërin kriju shprehit tash. Burimi është njëri prej miqve tanë i cili është hera 3 ose 4 që po vjen këtu, jo pa shkas. Burimi ka kap disa kupa. Domethënë, vish më shumë gara hiç vllazës. Krepi merr kupat vlla. Ja kemi marrë dorën. Ose mi thon, a mi vllon mu kupat, mani u gara. A ne me kupat ti mojm tu, mani u me kupa tjera. Nëse më shtini me marr kupat atje. Bravo, komplimente për. Faleminderit. Domethënë sebepi kryesor pse Burimi është sot përpos bisedave që kemi me boss, kemi disa minuta në dispozicion, është pjesëmarrja në kupën kombëtare dhe mbarkombëtare të fitnessit dhe bodybuildingut, e cila majt këtë shtunë në Prishtinë, ku njerëzit e vet kanë fituar 500 metra para. E Burim, domethënë po mdoket si hera parë që ku ka dhe fitnessit edhe. Është zhënu pa. Jo, janë kategoritë ndryshme, gjithmonë ndohen. Se po mohon kryesisht me të njëjtën ditë. Po federata Po federata e fitnessit dhe bodybuildingit është një federatë është. Mira është, o Majki Gjan Gjakov më duket. Po Majki Gjakov shumicën e rasteve, po është mirë me hec ka pa edhe në komuna të tjera. Për shkak edhe të shikuesve. A pat ndjeks, a pat njerëz? Pat mirë, ke gara, ke mirë, shkoj mirë, gjithçka, gjithu do të kënaqen, shikueshmëri, pat konflikte nuk, pat juria ke drejt. Sa pjesëmarrësi ishin Burim? Se di sakt po pjesëmarrja ka shumë e kënaqshme kësaj herë. Se ka pasur ramje në kohën e fundit ka pak, arsye të ndryshme, mirë po jo pjesëmarrja ka e kënaqshme, ka e mirë. Domethënë ke pas konkurrencë. Po. Po ka pas konkurrencë, po. Aty morën pjesë të gjitha fitneset, jo bashkë të gjitha nashtat, Kosovës pa pas edhe Shqipërisë. Po, përveç Kosovës ka pas diku 8-9 pjesëmarrës janë kanë edhe prej Shqipërisë, të ndanë në kategori të ndryshme, një femën dhe të tjerë të marrëshi. E diaspora merr pjesë në këto gara më herë? Marrin na befasoj në herë në një që vjen kështu ose më respektu garën ose edhe më marr në kupë ose kështu. Po jo, kësaj herë nuk pat, po zakonisht vijnë. Mirë shumë, sepse mendoj që duhet edhe ata mu përfshi, sepse edhe aty ka sportistë. A di që fillimi i vitit garuz, domethënë me thonë se gjithmonë fillojnë prej prillit, prej majit garat, edhe zakonisht pjesëmarrja gjithmonë është më e vogël, për shkak se sa e ndal prej festave dhe një përgatitje e mirë vjen diku 6 muaj. Edhe e lojnë diku më ka mesi, ka fundi i vitit me garu si mirë që më dalë me përgatitje pak më të mira. Po për çata po thon pjesëmarrja ka e kënaqshme. To pas parasysh që është vetëm prilli. Domethënë kemi një foto këtu, fotografi nga eventi. Po, ne un pas 5 pjesëmarrës, 5 atlet si trajner që janë përfaqësuar. Prej tyre 4 vende të para, këta dy të kanë marrë edhe në kombëtar dhe në bar kombëtar. Kanë marrë edhe kombëtar dhe në bar kombëtar. Ku shon këta djem? Ta djem është graniti edhe Ximi. Ximi është edhe ky edhe trajner, edhe punon edhe ka edhe fitnessin e vet, e ka graniti ideal i ri që premton shumë ai me shorce të kaltërta, muskuj të bukur. Po duket shumë natyral. Po, muskuj të bukur, të mirë, kështu, ose renditje muskulare të mirë, përgatitje të mirë. Shihet që është ushqim mirë, edhe ky është një djalë shumë, është i ri, është vetëm junior, 22 vjeç sa i ka bo. Merr pjesën me fizik shumë në shorce, merr pjesë disa ka qenë kampion edhe më herët ky djali, edhe tash edhe është bo ky ka marrë një vend parë në junior, edhe kombëtar të mbar kombëtar, domethënë e ka marrë se ka shumë i djalë Shqipërisë.
Po me senior kur u dal, aty kam marrë vendin e dytë prej 6 garuzëve, kështu që prap premton mirë, se vendi i parë që ka marrë ka qenë nën kampion botnor ai djali. Po shumë i përgatitën, po. Këtë dytin më një herë mas i, kështu që aty paraqitje shumë e mirë. Ky merr pjesë edhe në garën ballkanike me 26-27 që e matën në Malzi. Presim edhe atë suksese, po renditje muskulare shumë të bukur. Po premtej ka shumë për faktin që vetëm mirë, i përqindjet vogël ti, mënyrës përgatitje shumë e mirë, punëtor i mirë. Që sa ku punon me këta djemë. Edhe ti me një kupë në dorë. Edhe unë me një kupë në dorë. Kjo është kupa Brahimi, që ati djalit që ke. Po është e tina, po e morë unë më fry pak. Që sa ku punon me këta djemë? Garut janë të ndryshme me këta dy të parë, domethënë është viti i parë, është viti i parë me Brahimin që një vjet e diçka, domethënë punojnë, po i ka marrë edhe 2 vena të para më herët këtu bashkë me mua. Qysh ka qenë gjendja aty në përpara se me nisa, kanë qenë të shtruna apo kanë qenë fillestar? Fillestar jo, s'ka qenë asnjëri, edhe pse kemi pas rastin, kemi marrë në fillestar edhe për 5-6 muaj apo kampion edhe ata, po jo, këta veç kanë qenë, domethënë ju vonë palestrun që zakonisht një atlet kur vendos me hin gar, ai veç ka kaluar një pjesë me fitness, ai e din çu është me ushqy mirë, me flajt mirë, me hidratu, me ushtrum, edhe ka pru trupin dete një nivel të mirë, të fortë, edhe që i rritën apetitet, që do me provu veten edhe në skenë. Është bogati edhe psikologjikisht. Po, atëherë na angazhon neve, na angazhon dikon tjetër që më janë bikëqyr përgatitjen edhe me provu veten edhe në skenë. Perfekt bua, perfekt. Burimi, apriten kampionate tjera jashtë shtetit, jashtë konkurencës kombëtare tonën, po mënoj. Po, marrin pjesë në gjatë vitit gjithmonë. Kryesisht janë 4 gara kryesore që na duhet më fokusu, që është ballkaniki, evropiani, botnori dhe mediterani. Po me gjithë ata janë edhe kupat tjera që marrin pjesë. Tash kemi ballkanikin që tash me 26, me 27, shkojmë edhe atje, aty kam 2 atlet, njëri prej Kosovës, njëri prej Shqipërisë, që përfaqësohen si atlet mirë, ta shohim. Ku ka më mbajt? Në Malzi. Burim, kjo është këtë individuale, apo është institucionale diçka? A përfaqësohemi na për shembull shkon në Malzi, a përfaqësohen pak si Gjakov, si qytet? Jo, na përfaqësohemi si shtet. Domethënë është nëpërmjet federatës shkon regjistrimi dhe gjithçka, edhe pse është sport individual, po na kur të shkojmë na duhet më shku si përfaqësues si shtet. Po secili përgatitet me mjetet veta financiare, secili përgatitet me trajnerë të vetin ose individual ose shpëti çdo që e kanë. Suport institucional po i bën që nuk ka. Jo, gjithçka duhet me gjetë vet. Bile ka ka shumë atlet, shumë atlet që gjejnë sponsora privat, kështu që i sponsorizojnë ose individualisht. Po, bojnë marrëveshje private me ta. Mirë, po jo, institucionale jo, edhe pse tash udhtimi, akomodimi, paraqitja, të jenë këto garat kryesore, domethënë institucionet i paguajnë ato, po gjatë përgatitjes sa kështu diçka jo. Burim me u kthy te lifestyle, besoj çatohen pyetjet më të shpeshta që vijnë prej qytetarëve të rëndomtë. Ti sigurisht ki gjithë ato këshilla, të cilat edhe i shohim edhe në rrjetet tuaja sociale. Mu po më intereson me ditë çu fillon një ditë e jodhja zakonshme edhe çfarë rutine ndjek deri në mbrëmje. A është e zëshme vëlla, dhe mi dita muj bile gjysën mi bu. Jo, pa tash që nëse vetë mu tash janë kriju ato shprehit. Unë edhe me klientat me mundona më shumë me kriju shprehit çnosha, që ato më i majt me Thomas Nena. Po për shembull një ditë jam është fillon në ora 7 mëngjes gjohem. I kemi 2 fëmijë, domethënë se unë edhe gruaja do të mirë me të njëjtën punë, do të punojmë edhe si trajnera, dhe i përgatisim fëmijët, i bëjmë gati, diku 7:30 dalim prej shtëpisë, i çojmë ata në shkollë dhe na shkojmë palestër deri në orën 11 jemi aty. 11? Deri në orën 11 ditës. Ditës, po. Jemi aty, edhe atje kemi klienta, domethënë momentin që i kryjmë atje, shkojmë i marrim fëmijët prej shkollës. Edhe kemi edhe një lokal, kemi dyqan këtu me shtesa sportive, me proteina kështu, atëherë mirë me punë tona kështu te lokalit e porositë kështu. Edhe deri në ora 4, për orës 4 kthehemi prap në palestër edhe
Edhe vazhdojmë çdo që na za herë derisa të mbyllet, deri në 11. Vet apo ki ku më ushtrua më shumë bi ushtron. Çto do të thonë me tonë ushtron edhe vet. Jo, do të më gjet kohën, na morë Atë kruhet muskë sa ja. Mirë, na ja. Ti ja pi vetë. Po ky vetë një mund, tu ja kap ato që ajo mjafton. Jo, na e praktikojmë edhe ato që e praktikojmë, domethënë mund më ndomi na gati, po them të i pas këta të tjerë më shumë më pak ti përkthejmë veten. Mirë po, jo, kemi obligim më marrë me veten, domethënë na sigurohem që nuk e ka përcej mëngjesin, ushqehe mirë, marrin një mëngjes solid, edhe ushqehe masnajna mbrana ditës, domethënë ushqehe mirë, sigurohem që marrim ujë mjaftueshëm, sigurohem që flaj mirë edhe gjumi si faktori kryesor po del sipas këtij bisede se to përmend gjumin që disa herë, po më duket është faktori kryesor. Okej. Apo jo, po është e rëndësishëm, janë disa gjëra që ndodhin vetëm në gjumë. Domethënë nëse ti nuk flen, ato s'kan më ndodhur, kështu që është më trupi rikuperohet edhe kthehet në zero, domethënë gjatë natës, e di. Edhe na kena obligim jo vetëm me flejt, po me pas gjumin kualitativ, jo vetëm numra. Nëse dikush për shembull për shkak punës, për shkak jetës profesionale që e ka nuk ja mundson me flejt, gat na mundon ja përmirësu cilëtetin e gjumit. Domethënë që ka gjëra që ti me çit gjumat fail, që mu rikuperu domethënë brenda çetave 5-6 orëve sado që asi. Po është shumë e rëndësishëm gjithçka me bëhen në rregull, gjumi nuk e ke në rregull, vjen poshtë. Vjen poshtë. E sa i përket ushqimit, bërim duke pas parasysh që jemi në pranverë, ndrohet gjaku, ndrohen energjitë. Cili është ushqimi ideal për këtë periudhë vitit? Kryesisht brumat të sheqerin ato është mirë me minimizu nëse nuk muj mi eliminu. Për me ndoshta të mu duk mirë dhe mundi mirë. Mirë po fokusi do të më konë të frutat edhe të perimet, edhe çdo gjë që miellet në tokë, domethënë, sezonale. Edhe pastaj pjesa tjetër është varësisht prej qëllimeve të personit, me shtu peshë, me humbë peshë, me mirëmbajt peshën, me rrit qëndrueshmërinë, me rregullu performancën sportive, cili do të qoftë sporti tina. Po kryesisht këto na sigurohem që marrim proteinë të mjaftueshme, domethënë diku 30-40% e kalorive tona vjen prej proteinës, pjesa tjetër mos janë karbohidratet që janë burimi primar i energjisë, edhe i ynyrnat e shëndetshme që janë prapë esenciale që duhet gjithçysh me marr. Pa i përket klientave, a ka ma shumë njerëz që vijnë me shtu pesh a me hek pesh? Për momentin me hek pesh. Është problem global, është jo vetëm obeziteti, po mbi pesha tepër të kështu. Edhe probleme shëndetësore mos e në që vinë bashkë me to. Për momentin kena ma shumë që lypin me hek pesh se sa ve. Na si racë ballkanike e kemi barkun. Me shkujt. Ati barku është e pashmangë. Barku është pasuni. Madje ekzistojnë edhe mitet të tilla që thonë është pasuri. Po normal se pa parë s'bëhet. Jo, është Si atë kishin qenë këshillat e tuaja çysh me hek bark. Nëse dikush nuk është i rrosh, nuk është i plot, jo pjesë tjera dur kom, kështu edhe nuk ka mbi peshë, mirë po ka bark, neve dy gjana na shkojnë normal, është pasiviteti dhe keqërshyrja. Ka dhe alkooli tepër, me siguri. Po. Edhe po ta shkutëm keqërshyrja, domethënë përfshin edhe ato birrat, po barki birrave. Se po ta ndërprej Gasper Komani, avokati jon nga Prishtina për na përcjellë dhe tha burimin e përshëndet shumë edhe i ka shumë këshillat e mira, i paskaro përshëndetje edhe për avokatin, po një. Edhe kjo marr me aktivitet fizik kemi takuar në fitness disa herë. Edhe Sano gjithashtu po thotë Edi, falem a bën një përshëndetje burimin me abo edhe një pyetje, a bën plakat prej moshës 60 tutje me na ushtru edhe neve se edhe na kena nevojë, edhe për përshëndet edhe RBS-in. Faleminderit Sano. Po, a di qysh, neve na vinë grupet të ndryshme të njerëzve, na vinë ri që janë me moshë, që se kanë rri pjekurin, na vinë të vjetër me moshë, i kanë yjet ma dopta që du të... Do më thonë, bën edhe për moshat... Po, bën, në fakt e kanë edhe obligim, po... Me i forcu edhe koskat edhe muskujt edhe... Sano, nive pa besoj përgjigjen. Bua, kthemi te barku se shumë e rëndësishme. Po, është top këshilla për racën tonë. Nuk është diçka specifik që e targeton barkun, në ushtrim caktun ose diçka. Mirë po që tash nëse që tash te keqërshyrja dhe pasiviteti, nëse ti je aktiv, mirësh me aktivitet fizik dhe ushqehesh mirë, edhe barku ka më fillu me rrafshu.
Nëse o për këto dy arsye, nëse dikush ka probleme shëndetësore, në fryrje, në luftë, në sanat, është mirë më konsultu me një mjek edhe me qyr. Po me siguri edhe kjo kur del pak përpara e bën një bara spesh. Ose në intolerancë në ushqim, në gluten, në laktozë, diçka që ka të pengon, po, do është mirë mi qyr ato, po sa në i parë është me rregullu regjimin, me largu alkoolin ose mi rallu alkoolin. Për shkak sheqerin që gjithë aty nuk e le edhe me ra barkën ose peshën. Për që mu marrë me aktivitet fizik, mu ushqy pak ma mirë, fillon mu rrafshu besaj edhe ajo. Fushat sportit na duhen sa më shumë. Fushat sportit ma duhet pak kafe, ma shumë fushat stazat sportit. vrapimit, parqe sportive. Burima për ka raste për shembull si unë që ta po vjen më marr me zër. Me ushtru. Si ti ka shumë çështo, po. Njëri ditë më tha unë të paguaj edhe me mbra. Dhuj, mi parët ma herët veç. Pra më të dhoj të paguj me mbra, po masi ta kryin punën. Jam keq dhe me, mos e mle. Po edhe një tjetër që shto të në gjitë mu, për zotën gjitë mu, kështu edhe tash me siguri mundet edhe mi një, edhe fillova dhe mi në gjitë, hajde, dikur ma qaj një mesazh dhe më ta mos më pengo se jam në zonë. Edi, hajde ta qes një kafe se je lodh, po thot Albert Hoxha. Ej, shoku jam, po për zotin, veç, me dhajt me mu, jo me dhajt në telefon, mas nej. Të slojnë gjinja ratë ty, do më thonë ka 2-3 telefona, ka 5. Burim, sa vite o bon karrierë si trejner? Na, me burimin një jemi shumë, do më thonë direkt mas luftës. Po, me organizata, Me me muzikë, me... burim, shkoj. Po, tash më pas karrierë tjetër ma herë, si mirë po më ushtru për veti, ku më ushtru dhe në 97-ën, dhe mas luftës dhe me pauza, në 7 jetë ku më ushtru karate. Dhe më dhënë jam një marrë me sporte që tjetër, mirë po si trejner, kështu, prej viti 2008 me fitness, me bodybuilding, jam marrë ma serios. Profesionalisht? Jo, ma serios për veti. Aha, për veti. Mirë po me stërvit njerëz, kështu mi marrë seriosisht, mi marrë studim se cilin klient, prej 2014, që i vje diku 11 vite tash. 11 vite, nuk janë të vogla, po që pa u lodha. Atë shkon mendin e herë burim me thonë vallai u lodha për kësaj pune mo, ushtroni vetë bëni çka doni. Jo, çfarë. Po dash ushtroni dash. Veç nëse rrajm, ato lodhem në herë, di se çapi profesioni, çapi gjëra tjera. Po jo, është një punë që e du. Është një punë e mirë dhe të bën mundi mirë se ti shën ndryshim se unë në përditshmëri këtu me në fitness që ushtroj me klienta, domethënë shumë pak kemi bodybuildera, janë njerëz normal, janë njerëz që më shumë vinë mundi mirë, se sa mu dok mirë, ata definitivisht edhe kanë mu dok mirë, ndryshimet që i bojnë, që ju ndron stili i jetës atyve, që çdo shprehit që thash na mundom ju kriju atyve, ju ndryshon, e përmirëson cilëtetin e jetës, domethënë përmirëson gjumin, qarkullimin e gjakit, rritet energjia, je më vigjilent gjatë ditës, edhe i shën ndryshimet e njerëzve, ose edhe urimet që ti i merr prej tyre dhe kështu një të bojnë mundi mirë dhe është ndjesi e mirë më kon pjesë këtyre ndryshimeve me i pa më. Edhe plus kur e shep produktin ton në parë. Po dhe na bë mundi mirë, kështu që. Sa është koha optimale burim për me transformu një individ? Varësisht sa je punëtor edhe sa je dorushëm, mirë edhe sa gjendje vjen. Edhe sa ki seriozisht. Po dhe, po thojmë 3 dhe 6 muaj për me dash me pa një transformim të mirë. Periudha më mirë e vitit? Me startua? Qtash? Po, qtash. Mars, prill, maj, kisha thonë, po. Alo, verës knishen, Aj, zot me mjerë. Ata fillojnë me lulzu. A disa njeri him fitnessit veç për ato pushime verore. Burim e ke fitu 2 bileta për koncertin Jahon. Koncerti Jahon është koncerti Jahon Asopit, që do të bëhet të dielën në orën 19:30. Po. Është një super koncert e një super artiste. Edhe super orkestër, super orkestër. Burim, na të falenderojmë shumë që erdhe, edhe që jemi bashkë, e dim që kemë xhiruar tash diçka, po edhe përveç asaj edhe të kena ndërprej prej punës së deri në 11. Përfundon edhe minutat tona. Të falenderojmë shumë burim, edhe të urojmë shumë sukses, shumë shëndet në radhë parë. Presim me kupa treja. Presim me kupa me kapak, kupa pa kapak. Besoj që shumë shpejt kam të bashkan gjitë edhe unë megjithëse her pas here kam qenë aty, po seriozisht Edi, 3 deri në 6 muaj bëhet fjalë. Preke. Shofri. Ja, marr. Guri.